Fatmir Besimi, zëvendës kryeministër dhe ministër për integrimet në Bashkimin Evropian i Maqedonisë, i tha zërit Amerikës se nuk beson që çështja e akuzave për spionazh të ngritura kundër udhëheqësit të opozitës Zoran Zaev do t'i devijojë përpjekjet e vendit drejt integrimeve evropiane. Zoti Besimi, i cili është ministër i BDI-s në koalicionin qeveritar, tha gjithashtu se problemi i emrit të Maqedonisë ka qenë një ndër pengesat që i ka vështirësuar përpjekjet e vendit për integrimet evropiane. Ai u intervistua nga kolegu ynë Ilir Ekonomi. Zoti Besimi, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Zoti Besimi, Maqedonia ka më shumë se 9 vjet që ka marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian, por nuk shikojmë të jenë bërë hapa të tjera në një përparim i mëtejshëm në këtë drejtim. Ku ka qenë problemi? Do të them që arsyeja kryesore në këtë proces është çështja e hapur dhe e pasgjitur akoma e emrit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, dhe kjo ka bërë që mbas 6 rekomandimeve të njëpasnjëshme, 6 vitet e fundit, sërish të mos arrihet një konsenzus në Këshillin e Bashkimit Evropian për të marrë Maqedonia datë për të filluar bisedimet zyrtare apo negociatat zyrtare për adherimin në Bashkimin Evropian. Për çështjen e emrit, a mendoni se ardhja e qeverisë Tsipras në fuqi në Greqi mund ta ndërlikojë më tepër, ta vështirësojë më tepër çështjen? Duhet të them që në këtë fazë ndoshta është herë të jepen prognoza të këtilla, po ajo që është më rëndësishme është pozicioni që duhet jetë i Maqedonisë. Ne duhet të vazhdojmë të jemi të hapur dhe konstruktiv në çështjen e emrit, të tregojmë interesim në këtë drejtim dhe normalisht në mundësinë e parë, në rastin e parë që qeveria e re greke do të ketë mundësi të i qaset kësaj çështje, ne të mund të shtrojmë bisedimet e hapura për të zgjedhur edhe këtë çështje që është jashtëzakonisht e rëndësishme për Maqedoninë rend parë për integrimet euroatlantike, por besoj edhe për qeverinë si një vend antar i Bashkimit Evropian, e cila që në traktatin e Selanikut dhe më vonë edhe 2004 dhe 2014 ka promovuar integrimin apo zgjerimin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Po për çështjen e integrimeve në Bashkimin Evropian, ka dallime në koalicionin qeveritar? Qëndrimet zyrtare që është pjesë edhe e programit qeveritar është që prioritet kryesor është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kjo ka qenë tema kryesore edhe në koalicionimin e ri, në rast që nga platforma e përgjithshme e cila përfshinte edhe aspekte etnike, për një moment u dha prioritet çështjes së integrimit evropian apo euroatlantik. Kjo do të krijonte një mundësi më të mirë për të shqelluar edhe temat ndëretnike, po edhe ato ekonomike. Zoti Besimi, sa interesim ka ngjallur tek partitë shqiptare çështja e drejtuesit të opozitës Zoran Zaev, i cili është akuzuar për spionazh dhe për grup shteti? Nuk dua të jem pjesë e çfarëdo spekulimi me ndonjë deklaratë në mungesë të informacionit, po atë që mund të them është që procesi është jashtëzakonisht i ndihshëm politikisht. Dhe gjithashtu sa i përket implikimeve që mund të ketë, gjithsesi mund të ketë implikime në procesin e integrimeve euroatlantike, pasi që dialogu politik është një nga kërkesat që ka Bashkimi Evropian dhe standardet e NATO-s. Tjetra është për investitorët, gjithsesi që është një sinjal i cili mund të ndikojë në vendimarrjen e investitorëve do investojnë ose jo. Dhe treta, normalisht në këtë kontekst të ngecjes së proceseve integruese euroatlantike dhe të një mirëqenie në aspekt të investimeve apo vendeve të reja punës, si dhe temave akoma të hapura ndëretnike mund të ndikojë edhe në relacionet ndëretnike brenda vendit. Çfarë zhvillimesh mendoni se mund të ketë në këtë çështje? Është më rëndësi që Maqedonia truje apo të përqendrohet nga tema kryesore. Të punojmë për të ardhmen euroatlantike, të ruajmë marrëdhëniet ndëretnike në nivel të respektit të ndërsjellë dhe të krijojmë një ambient për investitorë. Çdo gjë tjetër jashtë kësaj e devijon rrugën dhe interesin e përgjithshëm qytetarëve të Maqedonisë, gjithsesi antarësimi i plotë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Zoti Besimi, faleminderit. Faleminderit.